Dakord. Atere, yje jam me ju ndodh edhe kështu, nuk është era as e parë, as e fundit, kemi patur plot njerëz të rëndësishëm që vinë nga fusha të ndryshme në edicione të ndryshme, të cilët të futur aty brenda, ndonjëherë e kanë gjetur veten, ndonjëherë jo. Kanë shtyrë sa kanë shtyrë dhe pastaj kanë kuptuar që nuk janë për atë sport. Kështu që ndonjëherë ndodh edhe kështu. Po, ndërkohë, do doja pak të flisnim për tre të nominuarit, të cilët janë Miri, Eugjini dhe Selin, që me sa duket, me sa kam kuptuar, kanë vendosur gjatë këtyre ditëve, po me sa ka kuptuar edhe publiku, të mundohen të bëjnë një skem në mënyrë që televotimi të prishet. Keni parasysh një gjë që vllai i madh, edhe pse ju mund të jeni ndjekës të flakt të tij në edicionet e shkuara, është gjithmonë befasues. Në këtë rast do më duhet të theksoj që pavarësisht ikjes së Stines, i cili nuk ishte pjesë e televotimit, mes jush televotimi vazhdon të jetë i vlefshëm. Që do të thotë njëri prej juve do të lërë shtëpinë sonte me do e mos. Por në vizionin që ju keni për të shkuarën e showut, jeni munduar disa prej jush që të organizoni një skem apo një loj apo të mundoheni me tuajën të bëni që dikush në nerva e sipër të bëj një veprim jashtë rregullores, të vi një zarf i zi dhe automatikisht ata që janë pjesë e televotimit të shpëtojnë. Shohim pak se kush ka qenë i përfshirë në këtë bisedë dhe më pas e diskutojmë së bashku. Selin, Eugjini, Miri, në këto momente do të hapë zyrtarisht televotimi. Më ndjem keq vetëm për një arsye, se dola kështu si agresor. S'dua ti ki Eugjini. Eugjini që sa erdhi, e bëri tjetrin. Qa bano? E moj bëgë to, Ndoshta, 4 ditë. Është në menim të fortë edhe do të nxjerrin ty. Kupton? Dhe kalon në i zarf tjetër. Kuptove që vëthëm? Mos bërë prej asaj gjës. Se të ta mbaj Milirin në kontrol. Absolutisht po. Më duket e quar dikë në limite, do në të prishet në minimi. Një zarf fizik kërkon një klim të tensionuar, siç mund të ishte për shembull me mungesën e gjumit, apo edhe me pjesën e mungesës së ujit të ngrohtë në dushe, do t'i bënte njerëzit pak më të mërzitur. Mendoj që dërse njemi, por do doja shumë që se ti e ndjen kurbanit. E në s'ki parë për shfajnë. Ti të provokosh në kontrollet e lojës. Nuk e këtu. Me ato që unë kam mundësi të bëj. Kjo është loja. Bërë në një kurban. Duke se kur të bëhet kurban kërë. Kësi? Eugjini dhe Angelo erdhën më propozuan plan t'i bim kesit që ata të kapen fizikisht edhe të dalin me zarfa, ku diun si do dalin, dhe të shpëtoj Eugjini. Kam thënë jo, mos e provoni. Thjesht me këtë kam personale se më ka përmend njerëz nga jashtë. Po e ke më thjesht ti. Këtu si e? Jo, nuk përzihem. S'jam pra, s'përzihem. Jam këtu. E për e pra. Hapin syt pa variante të tjera, se me atë djalin nuk e bëni dot. Se e di. Dhe varianti B ishte Mateo. Po me gjo mua, burse, jam ujk të pjesën, po. Ai është që duhet me shumë. Se ka hyrë me goditje. Edhe në parallin tim, pare në mes. A i ka vetëm allin tëndë, se po i këti, ati i kën loja. A i është i mbaruar. Babi, Gjagimili, a i mi futi dzidzat. O, zësator. Ne jemi në këtë situatë, dhe ajta zidin, dhe ajta nxirrin fytyrën e vërtet të Gjagimirit. Të vlen edhe ty, më vlen edhe mua. Ajtë fli me malin, se flaut me mirin, ba. Ikë më nga të, zhduku, gjeje mënyrën ti, unë të zajë mënyrën. I hopër komplet, nuk pret, më tha. Kur ka bërë televizjen që mu më tha tek aty kur i kam thënë më mbledhësh një cigare, më tha do ta dredh, po mos një gjuj në brez. Sepse Selina i kishte thënë që Kristi më ofroi që të flija me të në krevat. Në brez. Çfarë? Po, e ke përdorur si shprehje apo s'ka se ke thënë? Për kohë gocës, nëse kam thonë unë E fjalë. tha Kristi.
Kristi është mashtrus. Je i sigurt për këtë fjalën? Unë them për gocës edhe iki dal tani nga shtëpia me vrap. Unë loj të pisat nuk bëj me asnjëri. Ky tipi po vazhdon shumë në përskutat në për gjëra. Mirë. Sepse personalisht ndjek shumë gjëra me Mateon. Mund të bëjmë luftën e Xhaxhemirit, se bëhet xheloz për Selinin, se e ka të fshehur. Si s'mëra mua ka pyetja kush është dashuria e fshehur këtu në këtë shtëpi pa. Si mund ta shfrytëzojmë këtë situatë në favorin tonë? Po tjetë për me bëhë plani, kështu gjonash nga mrapa nuk, realisht nuk jam në bërë. Të dyja pare du në me çdo kusht që ta sabotojnë nominimin për të shpëtu se cili person më të afërt në shtëpi që kanë. Nuk mund t'jesh i drejt dhe ish drejt njëkohësisht. Pse e beson kaq fort i Eugenin? Çaj ke ti Eugenin? Edhe s'e beson mua. Edhe asnjëherë s'e beson. Ah, okay. Mund pa sqarosh çik muhabetin e propozimit që më erdhin aty. Jo, ishin gjithë bashkë për Erdhe ti që më kërkove mua. Jo. Ti e pe se çfarë po bënim ne, dhe duke qenë se kish hallin e kësaj dhe jo hallin tim, u përpoqja që të na shfrytëzoje ne për të bërë një luftë që të dilte në të mirën tënde. Po Xhaxhemiri ka dashur të më sakrifikoj mua, të shpëtoj kravatin, se vetëm gjë që mban është ajo. Po unë jam i bindur që Selini do gjej një kravat tjetër nëse ikën ai. Po ai ku do gjej kravat tjetër nëse ikën Selini. Kurthi që bën ata të dy ndikon tek besimi që ka Selin. Tu si jo nuk përzihen, s'jam praf, s'përzihen. Por doni konflikt fizik më. Po ti, Flori me Mateon. Dhe unë i thash mos u merrni me këto punë se janë lojrat pista. Kur dolën huq, erdhën dhe u futën në lojë. Është investim i kot. Nuk të ndihmoj dot, jam i tërheq. Bora. Në këtë pikë plani është anulluar. Ta që vlla, kush është ai që do me bëllë dhunë fizike në këtë shtëpi ta morin vesh?